kur ti nuk ja mban premtimet vetes tone, ti tregon vetes tone që fjala jote nuk ka vlerë. Vetmi person që unë duhet me konkurru apo me krahasu veten është personi që isha dje. Ka persona që ne gjykojmë më shumë ti është pikërisht vetja jonë. Se Zoti nuk ka kriju ashtu kot pa arsye, nuk ka shpenzu energji Zoti me të kriju ty kot pa arsye. Për mu bati si dikush tjetër. Dhe kjo pyetje më ka ndihmu jashtëzakonisht shumë. Kur ti e bën këtë, ti tregon vetes që je i përgjegjshëm dhe kjo të arrit automatikisht besimin te vetja jote. Përshëndetje gjithë dhe mirë se vini në një tjetër video. Unë jam Silva dhe ky është kanali im Detektive Lumturisë. Sot do flasim për vetbesimin part 2, sepse në vitin e parafundit kisha folur për vetbesimin dhe për disa pika që mua personalisht më kanë ndihmuar shumë në rritjen e vetbesimit. Dhe me që video mund të ndilte shumë e gjatë, mendova ta ndaj dhe të flasim një part 2 për vetbesimin. Dhe sot do hidhim te disa pika tjera që mua më kanë ndihmuar shumë, kështu që mos zgjatim shumë edhe të hidhemi në temë. Një pikë që nuk e kam përmend në videon tjetër është që jam largu nga njerëzit toksik dhe jam mundu me u rrethu apo me ndjek njerëz që më ndihmojnë në veçzhvillimin tim. E di njerëz që të largohesh nga njerëzit toksik nuk është diçka e thjeshtë, por është një nga rrugët që ka me të ndihmu, ndoshta një nga rrugët e vetme që ka me të ndihmu ty me zhvillu veten tënde dhe vetbesimin tënd. Dhe një person që qëndron në një rreth toksik është një person që definitivisht nuk ka vetbesim, sepse njerëzit toksik janë njerëzit që ty të kritikojnë, që të krahasojnë, që të manipulojnë, që të minimizojnë, të bëjnë mu ndjej pa vlerë, që nuk të mbështesin, që ta thithin gjithë energjinë tënde. Dhe mbeso të largosh nga këto njerëz nuk është egoizëm, është vetë respekt, është vetë dashuri. Dhe tani mund të më thuash, por okej, si mund të largojmë këta njerëz sepse këta njerëz janë familjarët e mi, janë njerëz të afërt mit. E di edhe të kuptoj në këtë rast, por mbeso për çdo gjë ka zgjidhje. Dhe shiko, do të sugjeroja nëse ti ke ndoshta 1 orë ose 2 orë të lira për veten tënde në ditë, kushtoja vetes tënde, mos dil edhe qëndro me ta njerëz ose mos dil në pi kafe me ta njerëz, por kushtoja vetes tënde, çfarë mund bësh? Mundesh me lexu një libër, mundesh me dëgju një video për veçzhvillim, mundesh me dal me një person që ty të motivon, që të pëlqen, ndjesh mirë kur qëndron me ta. Mundesh me bë aktivitet fizik, me dal me es natyrë, ka shumë gjëra që mundesh me bë, pra me punu, me hapa të vegjël me veten tënde. Dhe mbeso që kur ti ndryshojnë edhe njerëzit rreth teje, edhe familjarët e tu, sepse edhe ti ndryshon duke shikuar një person, për shembull, unë kam ndryshuar sepse kam pa njerëz tjerë që kanë ndryshuar dhe më kanë ndihmuar me ndryshu. Dhe automatikisht dhe njerëzit e tu të afërt kanë me ndryshu sepse kanë me pa shembullin tënd dhe kanë me ndryshu. Dhe nëse nuk kanë me ndryshu, beso se ata largohen nga jeta jote. Domethënë, thjesht nuk është e nevojshme ti t'i largosh, pa ata thjesht largohen vetë nga jeta jote. Një pikë tjetër njerëz është që fillova të flas dhe ta them mendimin tim pavarësisht se ndjeja ndrojtje. Dikush mundet me mendu që ta thush mendimin tënd është diçka e thjeshtë, por beso don shumë kurajo. Edhe për mua ka dash shumë kurajo, sepse kam qenë një person që nëse unë kisha 3-4 vjet përballë meje dhe doja të thoja një mendim diçka, unë skuqesha direkt, fytyra ime ndizej, bëj flokë kuqe. Edhe kjo kur dikush ndizet, kur dikush skuqet, kjo ka të bëjë automatikisht lidhet me turpin, ai person ndjen turp. Pavarësisht se mendoj që skuqja, kur një person ka skuqje kur flet, mendoj që është një lloj pastërtie që personi ka brenda vetes, ai është mendimi im, por gjithsesi skuqja shpreh turp, lidhet me turpin. Edhe nëse nuk e dini njerëz, turpi është frekuenca, apo më mirë me thënë, energjia më e ulët që mund të ndjeni një person. Për shembull, nëse energjia më e lartë që ekziston është dashuria, është gëzimi, është paqja, është këtu, turpi është këtu. Domethënë, nuk ka frekuencë më të ulët se sa turpi. Edhe kur e kam kuptu këtë, kam filluar realisht me shpreh mendimin tim, edhe pse skuqesha, sepse vetëm duke e bën, duke rit përsërit diçka, domethënë nuk kem filluar, e kam vurë që nuk jam skuq më, okay? Nuk trupi jam, fytyra jeme nuk ka ndje më këtë lloj emocioni, këtë lloj turpi, edhe kam filluar me praktiku. Sa më shumë ti e praktikon, aq më shumë të lëshon ajo. Kështu që nëse edhe ti je një person i tillë, bëje, domethënë,
shpreh mendimin tanë, sepse vetëm në këtë mënyrë, spari, ti i tregon vetes tone që asgjë nuk ndodh nëse ti e ban spari, s'dyqe ti tregon vetes tone që secili e ka drejtën e tij me shpreh mendimin e tij. Kur flasim me shpreh mendimin tanë, po them që mos lëndosh dikën në mënyrë tendencioze, okay? Do të thënë ta shprehsh mendimin tanë pa lëndu dikën tjetër, por çdo person e ka këtë drejtë. Dhe treta, ti tregon vetes që zëri jot ka rëndësi. Ti ke drejt mu dëgju. Edhe besoj që Itopika më kanë ndihmu shumë, e di që kanë me të ndihmu jashtëzakonisht shumë, kështu që praktikoje, e di se don praktik, nuk ndodh në herën e parë, okay? Bëje, ribëje disa herë derisa të shikosh veten që bëje si fillim me pak njerëz, me shumë pak njerëz, nëse je një person shumë i turpshëm, bëje me pak njerëz, Pastaj fillo edhe praktikoje në shumë njerëz, nëse je një grup, edhe kështu mundesh me praktikuar edhe si unë sot që flas përpara qindra njerëzve, unë akoma nuk kam folën e sken, por do i vije rralla asaj, duke punu me veten, duke punu me vetbesimin tim, sigurisht që ndoshta një ditë do arri edhe aty. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme, ama shumë e rëndësishme është se kam ndalu se krahasuar veten me të tjerët. Secili person është unik dhe ka rrugtimin e vet. Diçka që e shikoj shumë, sidomos në rrjetet sociale, është që e krahasojmë shumë veten me tjerë, sidomos ne vajzat. E shikojmë një vajzë që ka hundën e bukur, që ka mozët e bukura, që ka buzët e bukura, dhe duhet t'i bëjmë si ajo. Duhet ta kem trupin si ajo. E shikojmë një person që është shumë i suksesshëm dhe duhet bëhemi si ajo, si ai, Por duhet me kuptu njerëz që krahasimi ka me o marrë energjinë, ka me o bë mu ndjej pa vlerë. Sepse ti gjithë energjinë tënde nuk e përqendron te vetja jote, por e përqendron te personi tjetër, për mu bë si personi tjetër. Ti s'ke nevojë më bën si personi tjetër, sepse ti je unik në mënyrën se si ti je, ti je unik në mënyrën se si ti je. Se Zoti nuk ka kriju ashtu kot pa arsye, nuk ka shpenzu energji Zoti me të kriju ty kot pa arsye, për mu bën ti si dikush tjetër. Ka kriju sepse ta ka dhënë ty krejt vlerën tënde, ta ka gjithë bukurinë tënde, gjithë veçantinë tënde ta ka dhënë ty. S'ke nevojë më bën si dikush tjetër, Dhe pyetja dur nuk është që ta pyesësh veten se si mund të bëhem unë si ai tjetër, si mund të bëhem më i suksesshëm se ai tjetri. Pyetja dur është që ta pyesësh veten çfarë mund të bëj sot që të jem më mirë se ç'isha dje. Dhe kjo pyetje më ka ndihmu jashtëzakonisht shumë, se më ka bë me kuptu që i vetmi person që unë duhet me konkurru apo me krahasu veten është personi që isha dje. Kush isha dje dhe kush dua të jem sot. Dhe kjo realisht më ka sjell shumë qetësi te vetja ime, se fundi fundit unë nuk mund të më bën se askush tjetër, dhe askush tjetër nuk mundet më bën si unë, sepse unë jam unike në mënyrën se si jam. Një tjetër pikë shumë e rëndësishme, po them shumë e rëndësishme sepse gjitha këto pika janë të rëndësishme, kanë qenë personalisht shumë të rëndësishme për mua, është që e kam falë veten edhe tjerë, dhe jam mundu me bën paqe me të kaluarën, jam mundu që mos të mbaj më penge kaluara gjithë ajo çfarë kam bën apo më ka bë dikush mua. Për faljen, unë kam folën një video tërë që e gjeni këtu në YouTube, më duket titullohet se si ta falim dikën që na ka lëndu, dhe mund shkoni ta shikoni. Akoma nuk kam mësuar njerëz se si ti lë video këtu sipër, nëse dini mund të më tregoni. Por me praktik gjithçka mësoj, do mësoj dhe do jo lë ndoshta këtu nëse do di. Shiko njerëz, falja për mua ka qenë një nga pjesët më të vështira që realisht kam ritentu disa herë, e kam praktiku disa herë për me po rezultat. Për mua ka qenë shumë e vështirë me i fal tjerët, por sidomos me fal edhe veten për të kaluarën. Pse me fal veten? Sepse mendoj që një nga personat që ne e gjykojmë më shumti është pikërisht vetja jonë. Dhe kur ti e gjykon veten, ti automatikisht nuk ke me besu më në aftësitë e tuaja, e sidomos me kriju vetbesim. Kështu që kam fillu shumë me punu me faljen e vetes, dhe gjithashtu me i fal të tjerët, sepse ti mendon që duke mbaj brenda vetes mëri, mlef, i not, ti ke me lëndu dikën tjetër, po mbesoj që i vetmi person që ti lëndon është vetja jote. Kështu që thjesht lëshoje edhe mos e bëj për ato njerëz, bane për veten tonë, bane për paqen e shpirtit tanë, për qetësinë tonë të brendshme. Dhe me që jemi te falja, së ndalemi pak edhe tek Akademia e Zhvillimit Personal ku unë jam, sepse
Pikërisht kjo akademi më ka ndihmuar shumë te kjo pjesë, te pjesa e faljes, kemi punuar shumë me faljen në akademi. Akademia e zhvillimit personal ku unë jam është VR Akademi nga Valentina Regjaj. Valentina Regjaj është terapiste, hipnoterapiste, autore bestseller disa librave, mësuese meditimi dhe ka edhe një akademi e cila funksionon online, ku ti mundesh mu abonu online me abonim një veçar ose 6 mujor, ku ti aty merr trajnime, trajnohesh, bën seanca individuale dhe trajton çdo aspekt jetës tonë që ti do me përmirësu, duke përfshirë këtu edhe faljen. Dhe realisht kjo mu më ka ndihmuar shumë, okay? Kena bën shumë meditime për faljen, kena bën shumë sqarime për faljen. Edhe jo kisha strategji të gjuruar në akademi sepse e them shpesh herë, nëse ekziston diçka mirë, një dhuratë mirë që e kam bërë vetes është që punoj me veten, okay? Që kam investuar te vetja ime. Kështu që asnjëherë nuk është tepër, nuk ka shpenzim me investu te vetja jote edhe pare. Nuk është gabim, okay? Ka me të ndihmuar në rrugën tënde, siç më ka ndihmuar dhe mua. Kështu që ju kisha strategji të gjuruar në akademi, linkun e gjeni poshtë te videoja jeme, mund të me hyj me kontrollu aty çfarë përmban akademia. Dhe po të hidhemi tek pika tjetër. Dhe pika tjetër dhe e fundit për këtë episod është që ja kam baj premtimet vetes sa do të vogla që ato t'jenë. Sa shikoj njerëz, ne mendojmë që vetbesimi lidhet me atë pjesën se si na shikojnë të tjerët, por bazat më të forta të vetbesimit kanë bëjnë me atë se sa të besueshëm jemi ne me veten tonë. Shiko, kur ti nuk ja mban premtimet vetes tone, ti tregon vetes tone që fjala jote nuk ka vlerë. Dhe kur ti ja mban premtimet vetes, nuk ka rëndësi sa të mëdha apo të vogla janë, mund të jenë shumë të vogla, mund të jetë kur ti ke vendos me lexuar ndoshta në ditë 10 minuta libër, kur ti ke vendos me dal mes natyrë një orë, kur ti ke vendos me ushqy shëndetshëm, kur ti ke vendos me kry një detyrë caktuar. Kur ti e bën këtë, ti tregon vetes që je i përgjegjshëm dhe kjo të arrit automatikisht besimin te vetja jote. Dhe sa më shumë të rritet besimin te vetja jote, ti je në gjendje me bë hapa më të mëdha, me marrë veprime dhe ndihmë më të mëdha që kanë me të dërgu ose kanë me të ndihmu me realizu ëndrat që ti gjithmonë i ke dëshiruar. Dhe po njerëz, ta ishin pikat që personalisht më kanë ndihmuar shumë rreth vetbesimin. E di që vetbesimi është një temë shumë e gjerë, që mund të flas akoma më shumë, por mendoj që edhe unë kam nevojë me punu me veten, kam nevojë akoma me përmirësu vetbesimin tim, sepse mendoj që, siç thash, është akoma më e gjerë vetbesimi, saqë çdo ditë me punu, akoma gjen gjëra me punu me veten, edhe prandaj jam këtu me punu me veten, edhe pse jo këto gjëra që i punoj, edhe i mësoj, edhe i praktikoj te vetja ime, pse jo mos i shpërndaj me ju, kështu që do jem këtu, ndoshta do bëjmë video tjera për vetbesimin. Dhe diçka shumë të rëndësishme njerëz që duhet ta them së fundmi është që vetbesimi nuk është diçka që ti e gjen jashtë vetes. Vetbesimi është diçka që ti e krijon brenda vetes tone çdo ditë. Dhe mos prit me qenë perfekt për me pas vetbesim. Beso te vetja dhe beso çdo rrugë e jotja ka me të liru. Faleminderit që dëgjuat këtë video deri këtu dhe mos hezito ta bësh një like apo ta shpërndash me një person që ndoshta ka nevojë me dëgju dhe mbi gjitha mos harro të bësh një subscribe sepse kjo më ndihmon shumë të rritem në kanalin tim. Ju përshëndes shumë edhe shikojmë në videon e radhës.